Alba Story prezanton. Përshëndetje të gjithëve. Desha të tregoja një histori që më ka ndodhur që është mjaft interesante. Një ditë po nxirrja disa qese plot me ushqime nga bagazhi i makinës sime dhe po shaja me vete. Djali im Arbi me kishte premtuar që do të vinte të më ndihmonte që të bëja pazarin. Por ai nuk e respekton asnjëherë orarin, ashtu e ka tipin, e vonohet gjithmonë. E ndërsa po mundohesha, t'i mbaja të gjitha qeset me një dorë për të mbyllur derën e makinës, dëgjoj një zë të trash dhe shumë të qetë pas shpinës sime. Pas ke bler gjëra, sikur do të mbash me bukë gjithë pallatin. U tremba dhe i leshova qeset në tokë. Kthehem dhe shoh një burrë të gjatë, të veshur me një bluzë të thjeshtë dhe me xhinse. Ai po qeshte me reagimin tim që më trembi, e mua mu deshen disa sekonda për ta njohur. Ishte Fatjoni, shoku i djalit tim, që ishte nisur për studime në Amerikë disa vite më parë. Para se të shkonte në Amerikë, kur Joni ishte diku rreth 26 vjeç, ai ishte njeriu më i ndrojtur që kisha njohur ndonjëherë. Rrinte gjithmonë pa folur, skuqej po t'i bëje një pyetje dhe dukej sikur i vinte turp edhe nga vetja e tij. Por unë gjithmonë e kisha pëlqyer atë lloj sikleti dhe atë lloj ndrojtjeje tek ai. E madje arrita deri aty, saqë ditën që po nisej për në Amerikë, e mora unë me makinë për ta çuar deri tek aeroporti. E gjatë rrugës bëra sikur makina më kishte një problem dhe ndalova anash rrugës. Doja që ta puthja, thjesht nuk doja ta lija të ikte në Amerikë pa provuar atë që dëshiroja dhe e kisha menduar prej kohësh. Sa po ju ofrova që ta puthja dhe fillova t'i flisja me një zë pak të ulët dhe interesant, e ju ofrova pak tek buzët, ai kaloi në panik total. Filloi të ngatrohej edhe me rripin e sigurimit duke me ikur nga duart. E goditi kokën tek xhami i makinës, hapi derën, e mori çantën dhe me falenderoi një 3 herë rresht, duke ecur mbrapsht në rrugë dhe përpaksa nuk u rrezua. Menjëherë ndaloi një taksi që po kalonte aty pari dhe iku. Dhe ishte skena më qesharake që më kishte ndodhur në jetë, sikur se çfarë do i bëja. Por tani, atë ditë përballë meje që më trembi, nuk ishte me ai djali i trembur. Tani kishte mbushur 32 vjet, e ishte i mbajtur, i mbushur, e i sigurt në vetvete dhe me një sjellje krejtësisht tjetër. Pa pyetur fare, i mori të gjitha qeset nga toka, sikur të ishin pupla. Kishte duar shumë të fuqishme, e dukej që atje kishte bërë edhe palestër. Pastaj ma bëri me kokë nga dera e shtëpisë, që unë të vazhdoja e të futeshim brenda. Kur hym brenda, ai i la qeset mbi tavolinën e kuzhinës. E në vend që të ulej në cep të divanit, siç bënte dikur, mori një karrige të ngrënjes dhe ul mbrapsht. Ul duke e kaluar trupin mbi të, e me krahet që i mbante të mbështetura tek mbështetja e karriges. Më shikonte me një vëmendje që tani mua po me vinte në siklet. E dija që Arbi nuk vjen kurrë në kohë. E prita, por u vonua. Prandaj erdha direkt këtu nga aeroporti me një taksi, më thaj, por me një ton zëri që nuk ishte më ai i dikurshmi. Tashmë nuk kishte hezitim. Nuk e mbushte fjalin me pushimet e panevojshme siç bënte dikur duke belbezuar.
E pas ke ruajtur kujtesen andej nga Amerika, i thash, duke filluar që të nxjerr gjërat nga qeset dhe doja t'i fusja në frigorifer për të mos e patur mendjen tek shikimi i tij. Tashmë nuk po të njoh fare, i thash unë, qenë ke bërë tamam burr. Joni qeshi. Ishte një e qeshur e lehtë, as pak e sforcuar. Unë kujtesen e kam shumë të mirë. Madje e mbaj mend shumë mirë që makina jote rregullohej vet brenda 5 minutave sa herë që unë zbrisja nga friga nga makina jote, me thaj. Kisha një pako gjalp në dorë dhe ngriva në vend. Nuk e prisja që ai ta hapte këtë temë. Gjithmonë kisha menduar që ai kishte qenë aq shumë turp nga ajo ngjarje se nuk do e zinte kur në gojë. Ashtu pas ka qenë fati i asaj makine, ja ktheva unë, duke u munduar të bëja ironi dhe të mbyllja derën e frigoriferit, por nuk guxoja që ta shihja në sy atë. Por ai nuk po lëvizte nga karrigja, por fjalët e tij ishin shumë herë më të forta se çdo lloj gjëje në ato momente. Tha, isha shumë budalla në atë kohë. Trembesha nga ideja që dikush si ti mund të donte dikë të humbur si on, e të lash aty në mes të rrugës pa asnjë shpjegim, e pa çuar në fund atë që deshe, me thaj. Biseda tashmë nuk po ngjante fare me ato që kishin bërë 6 vite më parë. Ai po i thoshte gjëra troç. E flirtimi i tij ishte shumë i drejt për drejt, pa filtra dhe pa asnjë tentativë për të fshehur pas mirësjelljes apo fjalëve me dy kuptime. Por mua me gjeti atë ditë krejtësisht e papërgatitur. Unë kisha dëshirë ta ngasmoja atë djalin e ndrojtur të dikurshëm, por tani po përballesha me dikë që po e mbante situatën 100% nën kontrollin e tij. La shqeset e fundit mbi banak dhe ula në karrigën tjetër të tavolinës. Doja të ulesha përballë tij, e nuk dija si t'i përgjigjesha këtij Joni të ri. Ky ishte krejtësisht karakter tjetër. Duke qëndruar aq gjatë jashtë shtetit, të qenë ka rritur mendja, i thashon, duke kërkuar pak vend për humor që ta lehtësoj atmosferën. Jashtë shtetit nuk të rritet mendja, mu përgjigja i shumë qetë, por thjesht e kupton se sa kohë ke humbur duke pasur frikë, dhe vjen një moment që vendos të përballej me çdo gjë që të vjen, e mos të ikesh më, me thaj. Ai la bisedën të mbaronte aty. Heshtja ra në kuzhinë, por nuk ishte një heshtje do si do. Ishte një heshtje që në mendje po sorolatja të gjithë fjalët që sapo më tha ai. Dëshira ime e vjetër që kishte fjetur për kaq shumë vite u zgjua pa asnjë lloj pengese. E unë doja ta dija nëse ai e kishte marrë atë guxim vetëm me fjalë apo nëse e kishte menduar vërtet këtë gjë që kur ishte nisur nga shtëpia ime atë ditë. Po tani që nuk ke me frikë, çfarë ke menduar të bësh? I thash unë duke sfiduar hapur. Joni nuk bëri asnjë lëvizje të çuditshme, as nuk e tërhoqi karrigen, as nuk u ngrit në këmbë të më bënte ndonjë sken dominimi dhe as nuk përdori duart. Ai thjesht rrinte i ulur aty, krejt i relaksuar dhe ashtu, pa u ngritur fare nga karrigja e tij, u përkul dhe u zgjat mbi tavolinën e vogël. Biseda u mbyll dhe aty ndodhi puthja. Ai më puthi me një qetësi absolute, pa asnjë nxitim dhe pa pikën e pasigurisë. Nuk ishte më rri pasigurimi për t'u ngatruar këtë herë, por edhe unë ju përgjigja pa hezituar, duke u siguruar
që ideali i turpshëm nuk ishte mbetur me askund tjetër, përveç se në kujtimit të atij rrotullimit të kot në atë makinën time të vjetër. Teksa bëm një puthje mjaft të shkurtër, Joni doli në anën tjetër të tavolinës dhe erdhi mu përballë meje. Unë ngrita dhun nga karrigja, ndërsa ai mi hodhi duart pas shpine. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.